dëgju. Kështu më kanë thënë Suada dhe ka shanse. Unë kam bërë Suada më duket, më ka thënë Suada më ka thënë tim duket. The vetë që isha Lea Bernia, the vetë. Mashtruese. Ja, mashtruese se kam thënë asnjë vend tjetër për postë. Po tani e veti mi ishin mesazhet e Lea Bernia, tani e vet. Po, jep ta shpjegoj unë se ti s'po më le ta shpjegoj. Unë bëra lidhjen. Mesazhet e boti po hat, Lidhja për lidhje se unë jo Suada nuk ja fut, nuk ma fut dot Klea si Suada se je rrje komplet. Unë bëra lidhjen dhe po ta sqaroj edhe një herë dhe ty shadow face-it edhe Grande se nuk e kam përmend ndonjëherë nëpër live. Nuk dua të mos shpjegosh mua diçka. Unë e kam kuptuar, prit pak Klea. Unë me Sadon follow edhe këtu te publiku e sqaruam muhabetin me mua. Zoti madh po desh më respektoj, prit. Më ka respektuar kaq kohë, shumë herë bëra moderator se këtë kam mundsi. E bëra moderator prit. E bëra moderator Ti me Shadow me mua nuk e përballa faqim. Ti ke bërë intrigat me Suadën dhe i keni futur edhe Shadow në mes. Sta unë po ja u them prap, po pra keni bërë sepse ti ke bën tani ti po bën intrig tjetër tani. Po bëjmë intrig. Intrig tjetër si për fytyrës time tani. Absolutisht jo, po të sqaroj. Absolutisht jo. Po të sqaroj ty dhe Shadow Face-in për herë të fundit se unë se kam hapur kur këtë temë dhe s'kam ndërmend ta hap. Po unë po ta them edhe një herë, kam bërë lidhjen mes mesazheve që më ka dërguar Lea Berni me ndryshimin e adresës të Shadow Face-it. Dhe unë është një gjë që nuk gënjej dot sepse unë kam mesazhet këtu o Grande. O Klea se më duhet të ndërprej tani. O Klea, unë ta garantoj një gjë që Allahu është, unë jam besimtar të Allahut, ai e din që unë jam mashkull, ndërgjë. Unë e dim që jam ashtu dhe veç një këshill kisha pas dëshirë m'ia dhon të dyja, jeni persona të zgjut, besoj që nëse keni ndaj intrig apo ndaj gjë që shtot, unë ju kisha sugjeruar më mirë të pyet një personin direkt se çka është problemi, po të mirë me kësi llafe ta bën probleme shumë. Kam thënë një me mesazhe unë një gjë tjetër për postë. Jo, s'm ka thonë kur gjë, po i kam dëgjuar këtë llafe, apo shë unë aq jam një person për shembull që nuk mirë me këto gjëra e nuk kam marrë më të thonë unë ty asnjë gjë. Shado, të lutem, se unë nuk duaj që të jem unë fajtorja. Kjo laf ka ndodhur mes meje dhe Grandes në privat, nuk ka ndodhur në live, ka ndodhur në Instagram mes meje dhe Grandes. Po, e di. Po, dhe unë kam bërë lidhjen, po ta them dhe këtë herë dhe nuk ta them më kur. Kam bërë lidhjen mes mesazheve të tashmes. Dhe kur jam gjitur duke lexuar mesazhet, më kanë dalur të gjithë mesazhet e tjera se s'po i përmend. Iku kjo. Dhe e dyta kur të kam parë fotot e tuja dhe live, kur ka qenë live ti me maskë dhe me sytë e verdh, ka thënë ky qen ka burr. Po pra, kjo ka qenë nuk e kuptoj një gjë, që unë e mbyll TikTokun edhe kaq mbaroj puna, kupton? Ashtu do të më qenë. Bravo, çashtu do të më thonë. Loja është lojë edhe mbaron aty. Pikërisht, unë e mbyll jam e ka parë dhe Grande, unë me zor kam hy këto, ka 2 javë që unë me zor hy në TikTok. Se vetëm nga llafe që sajon ajo debilja, se s'po i përmend as emrin, me live-et e tjera dhe më zhbajatu live-i. Unë nuk kam asgjë kundër Grandes, Grande e di shumë mirë se sa xhane kam unë. As më ka ardhur kur rinat që i ka gjut dikush nga gifterët e mi, Grande e di shumë mirë. Unë thjesht jam përdorur për intrigat e Suadës ka shi Grandes. Kaq. Unë jam shumë pidhnon, unë jam kurv 30 vjetë, prostitut 30 vjetë, më njeh një shteti tërë. Dhe nuk ma ullë të mua Suada e as leshi as peshi. Unë dua dhe bëj vetë. Unë për Granden kam shumë respekt, për mua inshallah dal diva e TikToku dhe kjo s'më intereson fare, do ta përgëzoj, ajo e din shumë mirë. Bravo Grande, tani dalun mashtruese. Veti ta që është femër, tani dalun mashtruese. Bravo Grande që futë rrobshimin. Bravo. Dëgjoj fare më Suada, po dëgjoj o Suada, po dëgjoj. Tashi dalun mashtruese, hajde. S'kam mbaruar unë llafin time, s'kam mbaruar llafin time. E kuptoj, këto ishte Shadow Face. Nëse ti je ofenduar nga fjalët e mia, ta them me sinqeritet, për këtë natë kërkoj shumë ndjes.
Po nuk Jo, jam Klea, për dëgjoj, kollase, nuk jam ofenduar as pak jam se për ta kollase shpreh për të dalë apet që unë nuk Për çfarë të mirëm me këto ofendoj gjona. Sado Face? Nuk Po ishte vërteta kjo. mu vetëm më ka pengu sa di nuk du më mba kësi lloj publiciteti mu të keq në të aspektin që unë jam trans, zot i madh. Se isha me gruan time unë kam aty dhe ajo dëgjuar në live dëgjoj se ke këtë gjë, thoj ke çka është ky problem kështu. Unë Nga di nuk të ka dalë Sado Face. Nga Jo, nuk të ka dalë kjo prej problem. pak o zemra, prej. Atë llafin që tha Shuada prind, se unë nuk futem me Shuadën dhe me plasikare, mua më gjuan edhe me grek. Unë isha te publiku grekve, më plasikare, unë pa buk nuk ri, as nevoj as njeri. Mirë, ti, një ditë, më duket tani po më vjen mende, ti një ditë nuk the që Sado këtu, po lozim, ai Sadua është, me mask vetëm del edhe ka prer flok këtë muhabetin e kam dëgjuar në live, jo në private, nuk kemi thënë asnjëherë në private këtë. Ka? Që më duket Lea Berni ka prer flok dhe ishte ai Sado, kështu e duket. Po kush është kjo Lea Berni? Mu intereson ta di se kam tentu me kërku këtu, po nuk e kam gjetë atë person. Nuk e ka sepse është e njëjta adresë, pra. Kjo Shadow Face është e njëjta adresë me Lea Bernin. S'ka e mundur se kjo është adresa jema, Klea. Qysh mund të jetë adresa jema? Okej, dhe unë Kjo me karin moj. Jo, nuk gatoj unë, grande, nuk gatoj unë zemër. Ta ja besën, sa ta mbyll live-in, do t'i çoj të gjitha mesazhet ke Instagrami Grandes dhe lexoj a është e njëjta adresë apo nuk është e njëjta adresë. Okej, t'lutem dërgoma, se bash dua ta di. T'lutem. Nuk e di ku t'ja ke marrë ti, nuk më intereson ku t'ja ke marrë adresën, po nëse është kjo gjë, pastaj çfarë ndodh? Do kërkoj Grande falje për mua? Unë për çfarë? Jo, ndëgjoj Klea, unë nuk e kam marrë adresën. Për çfarë të kërkoj falje ty? Se unë adresën, unë këtë TikTok e kam authentifikacion, asi di që thojnë a shqip. Po. Në do me thonë, mu ka desh me dërgu letër njoftimin tim, që për me bon adekuat këtë konto. E nuk ka mundësi, Klea, që kjo konto është e përzime me konton e qasoj personit. Unë ta ja besën e Zotit. Ja ku po ta them mes publikut I kam 300 veta. Prite o Klea, prit. Okej, ma dërgoj. Po ja besën e Zotit. Sa ta mbyll live-in, direkte do ja çoj me screenshot komplet Grandes. E çove, kuptimi ku është? Jo për që ta dish që unë kam bërë lidhjen. Po, e unë do t'ja dërgoj kësaj ty, Grandet, të dërgoj atë pikën atë ku shkruan që konto është authentifikacion, do me thonë... E kuptova, jo nuk do, sa do naty nuk do... Me letër njoftimin tim, po ta dërgoj, s'është problem. Jo, zemra, jo, jam shumë transparent. Jo, të besoj, jo. Unë do të kuptoj lidhjen që ka nxirr Klea me atë adresën e Lees, e me këtë adresën e Sados, dua të kuptoj ku do e bere. Ku do ta çosh muhabetin? Ku do ta çosh muhabetin? Dua vetëm ta konfirmosh ti dhe Shadow Face që nuk më intereson mua. Lidhja është me ty. Ti flisje me Len edhe me Sadon, ti flisje. Ose po bën budallaqen, ose jo jam shumë e zgjuar ta bëj budallaqen unë. Unë po të them, po bëj lidhjen e muhabetit tëm që ta konfirmoj që ajo që them unë është e vërtet dhe nuk të gënjej. Edhe ti tani po thot ti që është Lea Berni ishte Shadua me ndryshon Andres dhe nuk atë nuk kam kuptuar. Mos bëj si skuq. Kjo gjë, është gjë shumë e çuditshme, po mu që më ka pengu ma shumë që keni thonë që kam prej flok, të jam ba mashkull. Te kam zgjuar edhe që mundu të me thonë për shembull, se unë e më parasysh, më falë Grande, më parasysh se qysh jeni, çka jeni, unë ju respektoj në orientin e juve edhe nuk kam gjykime ndaj juve, a kupton? Normal ose Shadon. Unë që si Shado të përshëndes shumë, ndjes nëse jenë tjerë I fyer nga unë. Jo, s'pak, mos më më fyën kërkush me asgjë. Unë thjesht kam bërë lidhjen e adresës me adresën dhe kaq. Dërsa për të zgjatur tash më vjen mirë që bisedu, unë ja dërgoj Grandes ata, mundet me unë qa jam unë, kalamaj bëthe, qa jam unë, nuk di unë, nuk kuptoj unë. Unë ju përshëndes, ju uroj një tani hete mua ti Klea. Jo.
O grande, mos i ham fjalët e mia o ti zemër. Po të them, debati është agravuar nga një person i tretë, jo nga grande. Këtë po mundon. Edhe unë isha në mes, atë po thot tani. Po pra ishe gabimisht. Gabimisht ti e futur në debate. Agravimi është kriju nga dikush tjetër. Është kriju nga inati, si me mprish punë. Ndëgjoni, unë ju përshëndes, ju uroj një lojë të mirë. Grande, deshta më thonë, masi të kam këtu në audio, je shumë lejtari mirë, e ki një lojë shumë të mirë, të pasë, mu më knaq të qesh, e besoj që kjo është gjën për përtuse që është shumë gjën e mirë, a kuptan. E bravo, të uroj shumë sukses. Kalofshi mirë të dyat. Faleminderit shumë. Tong, ciao. Unë faleminderit. Grande më nëshme më nxerë se nuk di si dalë për tu. Më nxjerru, mos ke merak, më nxjerru. Kalofshi mirë, tong. Faleminderit shumë, të ruajt Zoti. U si arru edhe ky muhabet shqyqyro Zot. Shqyqyro Zot. Nuk ka si arruar asnjë gjë. Unë nuk dua ta kuptoj, çfarë lidhje ka ajo kuptimi jote edhe ku do shkoj, se nuk është mbaruar këtu kjo muhabeti. Jo, nga ana jote, nga ana ime jam shumë mirë unë. Nga ana ime zemra, nga ana ime këtu u bë stop çdo gjë. Nga ana ime këtu është bë stop çdo gjë. Unë kaq e pata për detyrë të sqaroja sepse kam dëgjuar prej disa ditë kjo lloj gjëje dhe unë është dashur që ta sqaroj këtu dhe ngeli këtu ke ky live, nuk shkon në live të tjera. Kjo ishte thjesht ajo ideja ime, u sqarua, të sqarova, faj nuk ma keti mu motra e dashur, nuk ma keti fajn e ka dikush tjetër, po nuk ka problem, unë i lë Zotin, Zoti nuk është mace që të grisë. Zoti o ta merë, o s'ta merë hakun. Unë kam lënë Zotin. Zoti nuk është i keq ta merë hakush, Zoti vetëm shikon edhe të lenë, deri ku do shkosh. Që po them unë, se mua më është thënë, më kanë ardhur me video, më kanë ardhur me screenshota, mua do më lësh pa bukë, mua ti do më lësh, jo ti, nuk po them ti, nuk them ti si grande, po them mua do më lësh pa bukë, do të lëm pa bukë të ulërit në gjitha live-et, mua do më lësh pa bukë. Vazhdojmë lojën të lutem, u sqaro tani me tani, 100.000 vetëm me like. Ti ke thënë vetë që me motor njerëz të tjerë, se ti e ke thënë që me mua nuk të udhë dot njëri, e ke cek vetë. Ke qef.